Përshëndetje, unë jam Brikena Krasniqi nga Kids Day dhe tani po e fillojmë sezonin e ri të podcastit me Kids Day. Kids Day është një platformë e cila ofron mbështetje për të gjitha institucionet parashkollore, qoftë ato qerdhe apo edhe kopshte, duke ju ofruar një platformë digjitale për menaxhem, por jo vetëm kaq, ofron mbështetje edhe për edukatorët që në mes të sekondave mund të bëjnë një raportim për gjendjen e fëmijës. Dhe në anën tjetër, prindi pastaj merr një raport ditor për gjendjen e fëmijës dhe në një farë mënyre rrit së bashku me institucionin. Dhe nuk ka gjë më të mrekullueshme se të kemi një platformë të tillë. Dërsa sot me mua nga Shqipëria kemi mysafir Lori Duro. Shumë kënaqësi të kem sot. Mirë u gjeta, faleminderit juve për ftesën edhe shumë urime për këtë sipërmarrje të mirë. Është një podcast që ndoshta është shumë i nevojshëm në vendin tonë, qoftë në Kosovë edhe në Shqipëri, dhe jo shumë herë e hasim, kështu që menduam se është një ide e mirë për të informuar dhe për të pas një bisedë që do të benefitojnë prindërit, por edhe të tjerët që janë në këtë fushë. Flitet shumë pak për edukimin, ndonjëherë duket sikur me kohët moderne shkencat e edukimit janë zhvilluar shumë. Ne kemi podcaste për çfarëdo lloj teme, por për profesionin më të rëndësishëm, mendoj unë, në botë, për edukatorin, kemi më pak, flasim më pak për sa e bukur është, sa e përgjegjshme është edhe sa duhet të njerëzit që janë rreth rrotull fëmijëve, edhe janë përgjegjës për rritjen e fëmijëve, që nga prindrit, edukatorit dhe mësuesit janë profesionet më të rëndësishme se në fund të ditës bëj njeriu. Po, unë nuk të prezantova, për shkak se unë kam këtë ndjenjën që tashmë je e njohur për publikun, por për të gjithë që nuk të njohin, ju keni themeluar institucionin Buzë Qumësht, dhe tani për 14 vite jeni në këtë profesion dhe përveç kësaj ofroni edhe shumë këshillime, shumë seminare të ndryshme për të gjithë ata që janë pjesë e edukimit të fëmijëve. Si nisi gjithë kjo rrugtimi yti? Buzë Qumësht është produkti i viteve të fundit në fakt. Unë rrugtimin e kam nisur në fillim si mami. Jam bërë mami shumë e re. Mund të them që jam gjendur, nuk ishte një planifikim për të bërë mami. E gjendur përballë mungesës së edukimit, edhe formave të duhura se si duhet të mbështetet një nënë e re. Po nga ana tjetër mu zhvillua edhe forma se si më kanë prindëruar mua dhe kuptova që në këtë brez nuk ishte forma e duhur dhe duhet të shkëpusnim zinxhir. Thonë që prindërimi nuk trashëgohet, por ti formsohesh me prindërimi trashëgohet. Në qoftë se je i pavetdijshëm. Mënyra se si të kanë prindëruar, sidomos me fëmijën e parë, të del më një herë në pa se si ti duhet ta prindërosh atë në mënyrë të pavetdijshme. A është e mjaftueshme kjo? Jo, nuk është e mjaftueshme. Mënyra se si na kanë prindëruar është komplet tjetër, po flasim për një kohë tjetër, për karaktere të ndryshme dhe ti nuk mund të vazhdosh të ndjekësh të njëjtën në rrugë. Pra, nëse më përpara shkencat e edukimit nuk flitej dhe ishte thjesht të dinin nga ana didaktike dhe nga ana morale të ishin qytetar të denj për t'u prezantuar familja jashtë, nga ana tjetër sot kuptohet që e rëndësishme është të kuptojmë se çfarë ndjen njeriu brenda dhe të ketë mbështetjen e duhur që me të gjitha aftësitë dhe dhuntit që i ka dhënë Zoti natyra, kudo që beson gjithsecili, të mundet i vendosi ato në pa dhe të ketë një mjedis të shëndetshëm rreth vetes. Po, kur mendojmë në këtë aspekt, cilat kishin me qenë tani nga përvoja juaj, edhe ju keni gjatë krejt kohës kontakt me prindër, edukatorët, ju në gjatë krejt kohës i trejnoni ato që të jenë sa më të efektshme në punën e tyre. Cilat do të ishin 3 deri në 5 gjëra që ju i konsideroni të rëndësishme për një edukatore që të jetë e suksesshme në punën e saj, varësisht prej moshës, se ne dimë që varësisht nga mosha ajo edhe dallon. E para do të jetë vetdia. Është shumë e rëndësishme që një edukator që është për krah fëmijës duhet të jetë i vetëdijshëm. Dhe kur flasim për vetëdije nuk është vetëm të japësh programin edhe ta organizosh ditën nga ana didaktike apo nga ana e rutinave dhe strukturave. Nga mënyra se si ti i drejtohesh fëmijës, si është mimika jote, si është zëri, cilat janë fjalët që zgjedh për t'u drejtuar, kjo është gjëja më e rëndësishme. Programi në qoftë se nuk bëhet sot, do bëhet nesër. Fëmia është autodidakt njeriu nga natyra dhe mëson nëpërmjet mjedisit që gjen rreth rrotull. Atë që ja bën atij më të lehtë duke eksploruar, atë që ja bën më të lehtë fëmijës pjesën e rritjes është një rritur i përgjegjshëm që ditë i drejtohet atij si njeri, duke trajtuar të barabartë, duke
parë tek fëmia individualitetin e tij dhe duke parë tek vetja individualitetin e saj, sepse kështu mund të bëhet atashimi midis figurave. Të mos i trajtojmë ndoshta fëmijët si një projekt, por ti trajtojmë tamam ashtu si individ, me gjithë ato që e ka në vete, se kush është ai personalisht, ndjenjat edhe të gjitha këto që e krijojnë, dhe ai nuk është vetëm një e ardhme, po është edhe një tashme, një person individ që ka dëshirat e veta, karakterin e vetë dhe duhet t'i respektojmë edhe ato. Aq më tepër që fëmia të paktën deri në moshën 6 vjeç jeton atë tashmen. Kështu që ne duhet ta trajtojmë për tani. Zakonisht e shtrim projektin edhe themi çfarë do bëhet kur të rritet. Një shpërthim inaci, një përplasje, një hedhje lodrash nuk tregon për një të rritur, të paedukuar dhe të padisiplinuar. Tregon për një njerëz që po rritet edhe po shpreh veten. Këto emocionet e fëmijëve nganjëherë mirën sikur është karakteri i tyre, por për te asaj mënyra se si ata reagojnë në situata të ndryshme, qoftë bërtimat e tyre apo tantrumet e ndryshme, shkarravitjet që i themi ndryshe, flasin diçka që nuk ka të bëjë me një fëmijë të keq, në thonjza, por që ka me një gjuhë që ai mundohet të shpreh. E aq më shumë në këtë moshë kur gjuha, komunikimi verbal është i mangët dhe patjetër se hyn në punë pastaj edhe ju siç thatë ka shumë rëndësi edhe te edukatorja mënyra se si ajo flet, mënyra se si përdor mimikat e këto. Na flis pak më shumë për këtë, për të gjitha edukatorët që po na dëgjojnë, të marrin pak nga kjo edhe të përvetsojnë që të jenë sa më efikas në punën e tyre. Së pari duhet patjetër dije, të lexojnë sa më shumë. Sado që mund të i bëhet shkolla, mund të jenë trajnime të ndryshme, mendoj që puna e edukatorit është puna që bën edukatori me veten. Duke lexuar dhe duke u përpjekur që ato që lexon të gjejë mes fëmijëve dhe të shikojë se si mund të zbatohen. Në formë praktike. Në formë praktike, nuk janë të ndara me thikë. Së dyti, nuk është e rëndësishme që secili të ndrymë me njëherë për ta edukuar një fëmijë. Së pari duhet të vëzhgojmë. Një edukator i mirë vëzhgon. Kupton se si është situata, kupton se si është mjedisi, si zhvillohen dinamikat, çfarë është duke parë fëmia, çfarë interesi po i jep, çfarë ngacmon emocionalisht dhe të bëj qasjen e duhur që të japi atij mënyrën se si të kanalizojë për të shprehur veten sa më mirë. Së treti, një edukator i mirë është një edukator i përulur. Fëmijët her pas here mund të bëjnë veprime kundrejt edukatorit se shikojnë si një model të sigurt, por edukatori nuk mund t'i marrë këto personalisht. Pra një fëmijë që në një zemërim dhe në një shpërthim inati të godet, mund të thotë një fjalë budallaçk, çdo fjalë tjetër, nuk duhet ta marrë personalisht dhe kjo nuk duhet të shtrihet në kohë ky zemërim. Do të thotë që të dim të menaxhojmë, të mos afektohemi në mënyrë personale kur shohemi, kjo është ndoshta një nga pikat. Një nga pikat kryesore, atë që thash, të lexuarit dhe të punuarit me veten dhe të frymës së mirë që jepet në një institucion. Në brenda institucionit të gjitha edukatorët duhet të marrin pjesë të ketë frymë të mirë, sepse kjo energji, nëse një edukatore nuk ka një marrëdhënie të mirë me një edukatore tjetër apo me prindrit e fëmijëve për çfarë do lloj arsye, kjo e gjitha transmetohet në atë mjedisin, reflektohet në mjedisin që është. Dhe pastaj kjo e bën ambientin edhe më të agituar edhe për fëmijët. Prandaj është shumë e rëndësishme që edukatori të zhvishet nga egoja e vet dhe të jetë aty si një njeri i vetëdijshëm dhe i përulur që është në të mirën e vetes dhe të gjithëve. Ja, aq më shumë kur e dim që fëmijët kanë një barometër të përthithjes së këtyre emocioneve jashtëzakonisht shumë, duhet me të vërtetë të jemi mirë me veten, mirë me të tjerët përreth nesh dhe pastaj të jemi të gatshëm të punojmë si edukator. Po ambientin e një kopshti institucioni parashkollor, çfarë e bën të sigurt? Çfarë e bën një fëmijë që kur hyj brenda do të ndjehet i sigurt edhe do të thotë, okay, ky vend më përshtatet. E dua të kaloj këtu kohë edhe ndoshta ai tranzicioni nga shtëpia në kopsht të jetë i lehtë për ta. Çfarë e bën një institucion të sigurt? Mbështetja e figurës kryesore. Unë gjithmonë e promovoj që në një kopsht, në një çerdhe kur fëmia futet për herë të parë, dyert e kopshtit duhet të jenë të hapura për prindrit. Nuk mund të merret tek dera,
të merret me njëherë nga disa të panjohur, qoftë edhe të takuar 1 apo 2 ditë, edhe të pretendohet që fëmia të futet në këtë ambientin e ri dhe të jetë të përshtatet. Në qoftë se nuk ka mbështetje në figurës kryesore të mamit apo të babit që e shoqëron ditët e para, që i tregon mjedisin, që i tregon se cilat janë edukatorët, që e përshtat në rutinat e ndryshme që janë të kopshtit, përshtatja do jetë më e vështirë dhe për më tepër duket sikur kunjo nuk ka ndikim, po vetë njeriu me rritjen e vet, përballjen me institucione do e ketë gjithmonë ankthioza. Të kërkuarit të një pune të re, të vajturit në shkollë, në jetën e tij edhe si i rritur. Si i rritur do ta ketë gjithmonë ankthioze sepse i vjen pikërisht përballja me institucionin e parë, që është çerdhja apo kopshti. Ka kaluar në një formë ankthi dhe i është gjendur i vetëm i pashoqëruar. Tjetër është pritja ngrohtë, po në kulturën tonë shqiptare kemi i duam shumë, të kam xhan, mos qaje marri me një ropa. Do e kthenin përsëri nga vetja. Nëse ti futesh në një mjedis të ri dhe ti shikon një njerëz që hap krah, të përqafon, të thot, "Haje, bëje, mos ri aty, hajde merr këtë lodrën, mos qaj, mos u mërzit", mbi ngarkohesh edhe më shumë. Pra, ka nevojë që për fëmijën, një mjedis i ngrohtë është një mjedis i cili edukatorët qëndrojnë 2 hapa mbrapa, shohin fëmijën se si qaset dhe afrohet avash avash dhe ulen në nivelin e fëmijës dhe fillojnë ta bashkëshoqërojnë. Pa ju turur që ta marrin me njerë dhe ta fusin në grup dhe në ritëm. Duke i dhënë hapësirën, duke parë sipas kërkesës edhe nevojës që ai fëmijë ka dhe pastaj të veprojë me qasjen. Dhe në këtë mënyrë besoj rutinat janë shumë të rëndësishme. Duhet të ketë rutinat e përcaktuara, nuk duhet të lëvizin oraret më shumë se 5-10 minuta nga njëra tjetra, sepse fëmijët le të themi janë shumë të prirur që të ecin me bioritmin. Kur nuk ka një bioritëm të qëndrueshëm dhe kur nuk ka një strukturë të qëndrueshme brenda kopshtit, aty ju rejua bën ditën më të vështirë. Duke marrë parasysh që fëmia nga natyra akoma nuk i ka të zhvilluara mekanizmat e memorjes dhe të vazhdimësisë. Prandaj e ka të rëndësishëm këtë strukturën që të kuptoj se çfarë do ndodhi më pas. Se nuk mundet ta marri me mend që pas 2 orësh do ndodhi kjo, durimin për të pritur. Durimin për të pritur dhe do dalim në obor. E di që do hanë mëngjesin, pas mëngjesit do dalin në obor, pas oborit kanë një aktivitet tjetër të organizuar sipas institucioneve përkatësa. Dhe kjo ritëm edhe kjo orar ditor i ndihmon atyre që të fitojnë një siguri brenda kopshtit, që tani e dinë se vjen radha e kësaj dhe në momentin që hanë ushqimin e dinë çfarë do të ndodhë tjetër. Do t'i presin nga pas edhe me radhë të gjitha aktivitetet njëra pas tjetrës, nuk mund të jenë të rastësishme. Kur flasim për kopshtin në përgjithësi, cilat janë ato, si mund të them për ty, që të kanë mbajtur për gjithë këto vite, të freskët, në hap me kohën, cili është sekreti që ju e keni? Unë nëpërmjet karakterit të çdo fëmije që kam hasur në këto 14 vite, kam njohur veten më thellë. Dhe ky është sekreti që më ka mbajtur. Pra, në qoftë se kam parë një fëmijë i cili është i ndrojtur, nuk afrohet në një grup social, kam parë veten se sa të vështirë kam pasur unë të futem në një grup social në një periudhë të caktuar të jetës. Kur kanë vështirësi për të ngrënë dhe ne përpiqemi që t'i bëjmë patjetër që ta hanë, kam kuptuar se çfarë ndodh me mua në situata të tilla. Pra, në çdo karakter fëmije, unë kam njohur veten më thellë edhe mendoj që ky është sekreti im që e dua këtë profesion kaq shumë. Sepse fillimisht ju nuk e kishit si profesion edukimin e moshave të hershme. Jo, kam studiuar për inxhinieri ndërtimi. Në fillim nuk kam pasur lidhje me këtë profesion. Unë pasi u bëra mami kam dyshuar për t'i mbirë për autizëm. E them fatmirësisht dhe fatkeqësisht ai nuk kishte autizëm, por pastaj rruga më çoi që të kuptoj që dakord, ne dyshuam për zhvillimin e tij, por ai nuk kishte një problematik në zhvillim, një çrregullim sjellor, por nga ana tjetër, çfarë i ndodh këtij njeriu që figurat e tij më të rëndësishme, mami dhe babi, po dyshonin në zhvillimin e tij. Dhe kjo është rruga që më ka futur tek edukimi. Pra për ta kuptuar më thellë edhe këtë qasjen e vështirë që ne kemi pasur në fillim si një familje e vogël dhe e re, ta kthenim në forcë të jepnim mbështetjen e duhur që të mos dikonte në psiën e tij i rritur. E kam filluar në një kohë kam vajtur kam çuar ti mbir para 14 vitesh. Fatmirësisht ka qenë një kopësht i cili i lejonte prindrit brenda. Unë qëndroj aty dhe më ka bërë gjithmonë përshtypje mënyra se si drejtuesja e kopshtit dhe edukatorja ju flisin fëmijëve. Kam mësuar aty çfarë do të thotë intimitet.
Pra kur një fëmijë ishte duke bërë një sjellje që ne e themi të papërshtatshme, nuk i fliste askush me zë të lartë nga larg, po i vinte dhe i fliste tek veshi. E merrte dhe të riqte që ky fëmijë të mos bëj objekt diskutimi, bisede brenda krejt grupit edhe krejt klasës. Kjo ka qenë qasja e parë që më ka lënë një shije shumë të mirë edhe shumë të thellë. Pastaj më është ofruar punë, meqense unë po rija aty për një kohë të gjatë, edhe isha bërësi e shtëpisë për tetor. Dhe filloj të më pëlqej pa nga pak, duke kuptuar se si mësojnë fëmijët, se si luajnë me njëri tjetrin, se si bashkëveprojnë, se si lidhet ata me edukatorë, me figurat kryesore. Dhe pastaj e kthema profesion në mënyrë autodidakte, duke lexuar, duke punuar, dhe sot jam këtu me bushim. Po dhe me një sukses me të cilën me shumë ëndje të përcjellim dhe shohim edhe marrim çdo herë mësim nga ajo çfarë ti ndan edhe me audiencën edhe me të tjerët. Kur flasim për zërin edhe për nivelin e zërit, nuk e di këtu në Shqipëri, por kam përshtypjen që në përgjithësi ku flitet shqip, kemi pak problem, jemi më të zëshëm. Pastaj kjo edhe reflekton edhe në edukimin e fëmijëve, qoftë në shtëpi, qoftë në institucione, dhe mendojmë se pa u ngritur zëri nuk na kanë dëgjuar. Por këto teknikat e zërit, sa të ka mundësia me dëgju, me u trejnu edhe me pas këtë... Më ka ndihmuar shumë. Do jap disa teknika të thjeshta. Në momentin kur një grup, klasa, është kaotike, fëmijët janë duke folur me zë të lartë, duke vrapuar, duke bërtitur, dhe do duhet që të futesh në një rutinë ose në obor, fëmija reagon shumë ndaj zërit të ulët. Pra, tërheqja e parë është kam një surprizë, e di çfarë do ndodhem tani dhe duhet të jetë surprizë. Surpriza mund të jetë një lojë që ti të bie në mendje aty për ta bërë për herë të parë, dhe pastaj fillon edhe ul zërin dhe ti e kupton se si fëmijët të ndjekin në uljen e zërit, nuk ka nevojë që të bërtasin. Një teknik tjetër kur fëmijët e kanë zërin e ngritur dhe je brenda klasës është mund të fikësh dhe të ndezësh dritën. Pra ti ua merr vëmendjen dhe pastaj fillon edhe ul zërin vet. Fillon edhe ndryshon kordat e zërit, njëherë flet me zë të trash, njëherë flet me zë të holl, që të fillosh edhe t'ju marrësh vëmendjen kur zëri tyre është shumë mbytës se sa zëri jot. E bërtitura dhe zëri i lartë krijon ankth tek fëmia. Duket në moment sikur mund të qetësoj, nëse ke arritur qëllimin, qëllimi i momentit, por nuk është kjo vazhdimësia. Fëmia do përjetojë përsëri ankth dhe do bëj përsëri këtë zëra që të marrë këtë vëmendjen e edukatores apo vëmendjen e prindit, që nuk e përkthen në vëmendje mirë apo e keqe. Për të ka rëndësi që ka vëmendjen e dikujt që është duke u parë. Nuk arrin dot ta bëj diferencën a është vëmendje mirë apo është. Po, sepse shpesh herë kemi hasur që fëmijët kur shohin se ka një reagim, pastaj ata do të përdorin të njëjtat sjellje që të marrin këtë vëmendje, dhe ne si të rriturit, po se në thelb ata janë duke shtjelluar emocionin e vet. Edhe unë në këto 14 vite kam kuptuar që fëmia kur përballet me emocionin për herë të parë ka një lloj habie. Se është si të vjen një emocion ti nuk e di se çfarë është. E kupton që këtë emocion ta provon zëri ngrituri i prindit, të hipurit mbaj tavolinës. Do fillosh edhe ta testosh këtë emocionin, se është duke testuar emocionin jo të rriturin. Si do reagoj, çfarë po ndjej, si më vjen veprimi. Pastaj do bëj sjelljet për të kuptuar dhe për të vetë njohur veten se si do ta shpreh këtë emocion, si do ta kanalizoj. Pra kalon në 3 stade. Kështu që fëmia në vetvete është edhe kur është duke marrë vëmendjen e të rriturit apo kur të bën diçka që i rrituri zakonisht mund ta përkthejë dhe sikur i bëhet me dashje. Dhe po ma bën për inat apo po ma bën për kastila, themi. Në fakt fëmia nuk ka lidhje fare me të rriturin, është duke shtjelluar veten e vet deri në 6 vjeç. Kështu që është shumë e rëndësishme të kuptojmë këtë lloj qasjeje, edhe ta bashkojmë fëmijën me këtë sy dhe me këtë formë për të marrë pastaj edhe për të qenë në bashkëshoqërim, që të mos e lëm vetëm. Po, edhe kjo ndoshta kishte më ndihmuar edhe në atë që ju vetëm thatë se nuk i marrin pastaj personalisht sjelljet që po na e vën kastile për të më marrë vëmendjen, apo në moment që shohim se ne po bisedojmë ose merremi me një fëmijë tjetër, ai që do vëmendjen fillon të bëj disa veprime për të marrë vëmendjen tënde, dhe shohim se ai po mundohet të bashkëveproj, të ndërtoj marrëdhëniet e tij, qoftë me bashkëmoshatarët, qoftë me të rriturit. Në mendje një rast konkret me fëmijë 2 vjeç, të grupit 2 vjeç. Fëmia ishte rritur gjithkohës vetëm me mamin dhe me babin, dhe për shkak të 2 viteve të para që kishte pasur disa vështirësi jo në zhvillim, ishte mësuar që ta shikonin gjithmonë në sy. Dhe kishte nevojë për dikë që ta shikonte në sy.
gjatë gjithë kohës. Për të u siguruar që ka marrë që vëmendjen. ekziston dhe e merr vëmendjen. Dhe ndërkohë një fëmijë që ne në gjuhën e përditshme i themi çamarrok, e kapi më shpejt se ne edukatorët këtë gjë. Dhe e merrte me vete dhe e fuste në lojra për të bërë lojra të rrezikshme në sytë tanë, për të hipur mbi tavolinën, për të thyer rregullat, për të kthyer karriget. Dhe në një moment kemi qenë vetëm duke i bashkuar dhe thash, okay, ai ka nevojë për një palësy që ta drejtojnë. Për sa kohë nuk janë sytë edukatore si e drejtojnë, do jetë sytë e një fëmije tjetër. Dhe u zgjidh brenda 3 ditëve si dinamik të dy fëmijëve që po e kthenin, le të themi, grupin gjithë nga ana tjetër, duke marrë parasysh që ti bëhesh busulla e atij fëmije. Pra ka nevojë ta shikosh her pas here të mos janë dash syt. Patjetër ke 10 fëmijë në grup apo 12 fëmijë, mund të shikosh të 12 në të njëjtën kohë në sy, sepse për 12 sekonda sikur ti kalosh njërit vështrimin, por vështrimi nuk është që thjesht të pash në trup, është ta shikosh thellë në sy me vëmendje. Dhe me vëmendje për atë një sekondë fëmia e merr këtë bashkëshoqërim, e merr mesazhin. Sa është e vështirë të jesh edukatore apo të drejtosh një institucion në ditët e sotme? Shikom. Unë kur vinë edukatorët në fillim tek institucioni, ju them muajin e parë do jeni me dhimbje koke. Po. Nuk do doni pas pune të dëgjonit ju flasi askush. Mundësisht të mos ju thot njëri se ne drejtohemi në emër, të mos ju thot njëri Lori, sepse kjo të sjell një duke ditë se emri i tyre thirret gjatë gjithë kohës dhe nuk do që ta dëgjosh pas pune këtë gjë. Pastaj për mua nuk ka qenë e vështirë. Sepse më kam mbajtur, si thua, të fokusuar pasioni dhe kurioziteti për të mësuar më shumë, për të njohur fëmijët më shumë, dhe nuk e kam parë edhe në rastet kur kam pasur situata të vështira brenda grupit, kur kam punuar me kohë të plot 8 orë edukatore, e bëj me qef këtë gjë. Kur kam pasur situata të vështira brenda grupit, nuk e kam parë si një lloj lodhje të vetes, por më kam mbajtur pasioni dhe kurioziteti për të kuptuar çfarë po ndodh. Si të vetë ta krijoj këtë grupin që të ketë unitet, si të ecim të gjithë bashkë, si do ta bëjmë këtë program që kemi marrë përsipër dhe ku po zhvillohet njëri dhe tjetri. Çfarë informacioni duhet të jap se një fëmijë ka të vështirë nga ana vizuale që ta marrë informacionin, si duhet ta ndërtoj programin dhe ta allkëzoj, ta bëj në hapa më të vegjël që të jetë gjithëpërfshirës për të gjithë fëmijët. Dhe për mua personalisht nuk ka ardhur e vështirë. Patjetër që është e vështirë si profesion, se është edhe me tipa, unë nuk dua ta bëj që apo të marr rolin e heroit çfarë kam bërë unë. Mendoj që unë kam gjetur profesionin që e dua, edhe nuk punon, ti bën atë, nuk punoj. Bën atë që do. Dhe në këtë rast e di që është e vështirë, po shumë e rëndësishme që edukatori të punoj me veten, qoftë edhe të kërkojë ndihmë. Unë mendoj që sot në përkopshte duhet të futet mbështetja terapeutike, që edukatori të kuptojë çfarë është e imja dhe çfarë është e tjetrit. Pra në momentin që ti di të shkëputesh emocionalisht nga ajo situata aty, po jo shkëputje emocionale siç mund të jetë burnout apo siç mund të jetë kjo pjesa e disocimit social. Pa ndjenja, pa empati. Pa empati, po disocimi në kuptimin që kjo nuk ka të bëjë me mua, ky është emocioni im dhe ai është emocioni i fëmijës. Puna bëhet edhe më e lehtë. Në momentin që nuk bëhet kjo shkëputje, pastaj puna fillon edhe bëhet mbi ngarkesë, po mendoj që kjo nuk është vetëm për profesionin e edukatorit. Është për gjitha profesionet e tjera, nëse vetë njeriu nuk di të bëjë këtë lloj ndarje emocionale. Kemi biseduar edhe për burnout ose ndjegja emocionale. Po keni bërë juve një trajnim në këtë rast që me mbështet edukatorët dhe në momentin që ndjehen se tani është bërë e tepërt ose mbi ngarkesë, të mund të drejtojnë edhe tek institucionet apo psikologu ose dikush që të marrin një mbështetje dhe shkarkohen nga kjo mbi ngarkesë. E mendoj që tani në ditët e sotme kjo e lehtëson pak. Absolutisht. Unë vetë personalisht kur kam marrë përsipër ta bubusjumshin, kam kërkuar ndihmë terapeutike, jam prej 3 vjetësh, e them me zë të lartë. Nuk ka ndryshuar asgjë, ditë ti mbaj ekuilibrat në jetën time shumë më mirë, se patjetër në marrëdhënie me shumë njerëz, në marrëdhënie me fëmijët, në marrëdhënie me prindrit e fëmijëve, në marrëdhënie me kolegët, në marrëdhënie me familjen, në marrëdhënie me mjedisin që ke rreth rrotull. Gjithashtu edhe si biznes për ta menaxhuar të gjitha këto faktorët të tjerë bëhet e vështirë. Bëhet e vështirë nëse ti nuk di të kanalizosh veten dhe të kuptosh që çfarë i përket punës është e punës, çfarë i përket prindit është e prindit, çfarë i përket fëmijës është e fëmijës, çfarë më
përket mua është e imja, nga ana emocionale. Dhe prandaj e mbështes fort që njerëzit që punojnë në këtë lloj profesionesh, edhe institucionet përkatëse duhet të ofrojnë ndihmë terapeutike për stafin e vet. Unë jam duke punuar në institucionin tim që të punoj edhe të gjej supervizim psikologjik për edukatorët që ato të ndihen të mbështetura dhe të mos kaloj kjo në lodhje. Në lodhje të tepërt. Dhe në zvarritje, se shikoj unë nuk kam provuar shumë punë të tjera me thënë drejtën, edukatore kam provuar gjithë jetën. Por ideja është që në çdo punë, nëse ti vete me zvarritje, është shumë e vështirë që ti jesh edhe produktive dhe të marrësh kënaqësi dhe ta kuptosh që je e vlefshme. Aq më tepër tek fëmijët kjo bëhet edhe më e vështirë, se fëmijët kapin zvarritjen e edukatorit, pa dëshirën dhe ata janë të parët që ndjejnë e kapin. Bëjmë një dëm më të madh, se nuk është vetëm me veten tënde, po ti e duke shpërndar këtë energji edhe tek njerëzit e tjerë që janë thithës të çdo energjie që ndjen te rrotull. Cili është momenti që kishe mujt me i thonë në këtë moment kërko për ndihmë që të shkarkohesh nga kjo lodhje emocionale? A mund kur një teknikë që e ndjek në busqum është një herë në 2 javë ju marr edukatorëve spiralen. Spiralen është edukatorja në qendër dhe bën rreth e rrotull cilët janë fëmijët që kanë më tepër afër zemrës, më qef dhe më pak qef. Dhe ju kam thënë që këtë duhet ta pranosh tek vetja, nuk të bën njeri të keq. Është si me këdo, unë me ty mund të krijoj një marrëdhënie shumë të mirë. Po. Dikush tjetër nuk mund të krijojë marrëdhënie shumë të mirë dhe kjo nuk tregon a është njeri i mirë apo i keq. Asnjëri. Është çështja e tashimi. Dhe në momentin që për një kohë të gjatë një fëmijë të ngelet në fund të listës, e them unë, në fund të spirales në mënyrën se si e ndjek në busqumësht, do të thotë që ka filluar acarimi dhe lodhja. Pra ti po ngacmohesh. Nuk je më aty si edukatori, aty emocionalisht e ngarkuar, ha? Me plagët e tua. Je në këtë marrëdhënie me plagët e tua. Prandaj, në momentin që një fëmijë i ri gjithkohës është një fëmijë që ta acaron, që ti e konsideron të zhumshëm, që e konsideron problematik, që të jep një ndjenjë bezdije, duhet të shikosh se këtu ka nevojë për ndihmë. Se është fëmijë. Nuk është i rritur, nuk e ka vetdijen, nuk e ka vetdijen të ndarë nga pavetdia, që të veprojë në mënyrë të qëllimshme, nuk e njeh të mirën dhe të keqen, është një fëmijë që po ekziston dhe po rritet. Fakti që një fëmijë mund të ta acarojë, do të thotë që ka nevojë për ndihmë. Dhe ky është momenti që duhet të shohim dhe gjejmë mbështetje. Faleminderit shumë, këto ishin gjëra shumë të vlefshme që i ke ndami ne. E besoj edhe për të gjithë që na shikojnë, na dëgjojnë, kanë marrë një pasuri nga kjo bisedë me juve. Është kënaqësi sa herë rrim bashkë, bisedojmë, të dëgjoj. Faleminderit shumë që ishe sot me neve. Faleminderit juve dhe shumë urime për këtë sipërmarrje të re dhe për këtë zë kaq të fortë në lidhje me edukimin edhe me fëmijët. Shumë faleminderit. Dhe këtu po e përmbyllim për sot, shifemi në podcastin e radhës. Mirupafshim.